ndodh. Por në parim unë po në një farë mënyre po bëhem palë me gjyqtarët dhe po kërkoj të kuptoj pse duhet të reagoj kryeministri ndaj shtimit të 700 eurove të një gjyqtari. Ku është problemi këtu? Po sepse ato pare dalin nga buxheti i qeverisë dhe është detyra e... Por nëse këto pare rrisin më tepër pavarësinë e gjyqësorit, ç'të keqe do kishte? Nuk është puna që e rrisin apo se rrisin. Problemi është nga do dalin këto lekë. Këto lekë dalin nga buxheti i shtetit. Është qeveria që po 800 janë ata. Shtetit, se bëhet fjalë e prokurorit, 800 veta janë ata. Po flasim për konceptin. Është qeveria e cila bën projekt buxhetin, e çon në parlament dhe në parlament ai votohet dhe të kalon në ligj. Se nuk është vetëm gjyqësori, është dhe kuvendi. Edhe ligj vend. Është dhe kuvendi këtu në këtë pjesë. Ajo që ka ndodhur në këtë rast është gabimi, ka ndodhur para... Kush e ka drejtën në këtë rast? Kush? Në këtë përplasje, Rama apo Unioni i Gjyqtarëve? Jo, gabimi është kryer nga gjykata kushtetuese para 3 vjetësh. Ai është bërligj tani, nuk është më gabim. Kompetencat e ekzekutivit. Po. Kompetencat e ekzekutivit janë të qarta. Çfarë duhet të jenë? Tani, imagjinoni rastin tjetër, për shembull. Ngrihet urdhri mjekut dhe kërkon rroga më të larta për mjekët dhe shkon në gjykatën kushtetuese. Ngrihet Unioni i Sindikatave, që janë të tjerë nuk negociojnë me Ministrinë e Arsimit, por shkojnë në gjykatë kushtetuese. Domethënë, të ngrihet çdo përfaqësues, çdo union, çdo urdhër, çdo gjë, dhe të shkojnë në gjykatë kushtetuese për të kërkuar lekë qeverisë. E kuptoni se sa absurde kthehet situata? Dhe është e turpshme dhe për gjykatës, se duhet se hera e parë ishte e turpshme realisht që gjykata vendosi në atë drejtim, dhe nuk e di, domethënë, një gjykatë kushtetuese që jep vendime të tilla është shumë e habitshme, sepse është, siç e përmendëm më përpara, nuk ka kompetenca për të përcaktuar mënyrën se si duhet bërë. Ajo shfuqizon apo lën fuqi. Kaq është gjykata kushtetuese. Nuk ka kompetenca të tjera. Okej, nuk mund të ndërhyjë nuk mund të ndërhyjë. Dhe pastaj atë gabim e bëri, që gabim i pafaqshëm, dhe nuk ka kuptim tani t'i hapet rruga kësaj gjëje dhe të bëhet. Domethënë, gjykata mbase duhet të rishikojë edhe vendimin e 2022-shit me këtë seancë që të bëj. Sepse ka tejkaluar veten. Por kuptoni, ka një po. Vërtet gjykatësit i kanë dhe thonë që ne jemi ata e tjerë që duan rroga të larta. Po ti ke mjekët. Zduan mjekët rroga të larta? Patjetër, arsimtarët. Arsimtarët janë rroga skandaloze, bile nesër është edhe çështja e çështja e tyre fakt për ironinë të fatit do shohim nesër çfarë do vendosin. Nesër është çështja e gjykatën kushtetuese për rrogat e arsimtarëve. Po. Pra, ajo që po ndodh këtë rast është që në vend që të negociohet rroga, kush është punëdhënësi, punëmarrësi, po. Këtu po shkohet në një mekanizëm që është ekstra fare dhe shkon në gjykatë kushtetuese për përcaktuar se sa do të kemë rrogën unë. Është absurde, është totalisht absurde. Do ta marr